Përshëndetje, dhe mirë se keni ardhur në një video të re. E di që kam bërë shumë mungesa, por do t'ju them tani arsyen sepse gjithë këtë kohë unë kam qenë duke përgatitur diçka të re për mua, por edhe për ju që t'ju tregoj, dhe po, kam filluar punë. Do thoni ju çfarë pune? Kam filluar një punë online. Pra, jam bërë zyrtarisht pjesë e kompanisë Snap. Kompania Snap është një kompani italiane, është një kompani italiane, është e certifikuar nga Ministria e Shëndetësisë italiane, produktet janë bimore dhe nuk kanë efekte anësore. Mund të përdoren dhe nga gra që japin qitanie. Unë, kur u regjistrova në punë, u interesova për vete për të marrë paketën detox që shikoni këtu. Është paketa për rënje peshe. Dhe thash, okay Wendy, ti po futesh në punë në kompaninë Snap dhe tani duhet të marrësh një produkt. Jo se kompania mua më detyronte që të blija produktin, por ishte dëshira ime, duke qenë se pas lindjes së vajzës mora kilogram të tepërta dhe unë doja patjetër që t'i hiqja ato kile të tepërta. Dhe këtë paketën unë e kam parë kudo, nëpër TikTok, nëpër Instagram, e kam parë vazhdimisht dhe kam dashur që t'i marr edhe unë e t'i provoj. Sot që po flasim, jam pas gati 1 muaj përdorim. Jam në përfundim të paketës dhe kam humbur 5 kg. Mund të pini me paketën detox nga 5 deri në 10 kg në muaj. Kjo varet edhe nga organizmi juaj, sepse dikush mund ta ketë më të shpejt procesin e tretis, dikush mund të ngadalë. Pra, nuk janë të gjitha rezultatet njësoj. Atëre, vazhdoj pak t'ju flas për produktet, çfarë funksioni kryen. Kemi Olivoxin, i cili bën të mundur shfryrjen e barkut, largon toksinat nga organizmi, eliminon gazrat, si dhe ndihmon në kapsëk dhe konstipacion. Më pas kemi Real Complexi, që unë e kam mbaruar, e mbaj këtë tani sa për reklamën, sa për të mundim produktet e tjera. Kemi Real Complexi, i cili së bashku me The Mixin, pra kombinimi këtyre të dyve, bën të mundur për shtimin në energji. Pasi janë të përbëra nga një sër kriprash minerale dhe vitamina të ndryshme. Por, gjithashtu, këto dy produkte bëjnë të mundur dhe largimin e lëngjeve të tepërta nga organizmi, bëjnë të mundur, përveç se bëjnë të mundur shtimin e energjisë, bëjnë të mundur dhe largimin e lëngjeve të tepërta nga trupi, bëjnë të mundur reduktimin e celulitit, por dhe eliminimin e dhjamit në zonat më të vështira të trupit. Më pas kemi Plusin, është një zëvendësues vakti, zëvendëson mëngjesin dhe darkën dhe është plot me proteina në mënyrë që t'ju mbajë të ngopur. Pra konsumoni këtë gjatë mëngjesit dhe darkës dhe jeni okay. Dhe së fundi kemi burnerin, i cili bën të mundur djegjen e dhjamit, por gjithashtu ndalon dhe urinë nervore, pra në momenti që ne duam që të konsumojmë ushqim orar dhe pa orar, pra çdo orë ne shkojmë dhe konsumojmë ushimin, ky juaj e heq atë ndjesin, duke bërë kështu që të konsumoni thjesht vaktet kryesore dhe mesvaktet, dhe gjithashtu nuk ju lejon që ta teproni në sasi kur ushqeheni. Pra, mos të konsumoni ushqim më shumë se ç'duhet. Këto pra ishin produktet e paketës detox, por kompania jon ka dhe paketa të tjera ose produkte të tjera, si për shembull paketa e shtimit në peshë, kemi make-up, skin care, pra kremra të ndryshme për fytyrën, linja të ndryshme për anti-rull, hidratant e të tjerë. Kemi parfume, kemi për flokët, shampo të ndryshme, serume të ndryshme që ndalojnë rënjen e flokëve, hidratant,
duke ju hapur kështu flokët më të shëndetshëm, duke ndihmuar dhe në zgjatimin e flokut. Dhe kemi dhe për shembull vitamina të ndryshme për të veçlit tuaj, që nuk kanë oreks, ato bëjnë të mundur që t'ju ushtohet energjia fëmijëve tuaj dhe si pasojë vjen edhe shtimi i oreksit dhe janë në formën e haribove. Kemi kalcium, kolagjen, etj. Shumë llojshmëri produktesh të tjera. Ju mjafton të më thoni problematikën tuaj dhe unë do të mundohem që t'ju sjell produktin e duhur. Kujdes, nuk janë ilaçe, janë suplemente ushqimore. Kaq për sa i përket punës së re që unë kam filluar, tani vazhdoni duke parë pjesën tjetër të videos. Unë ju uroj shikim të këndshëm. Të bëjnë se tani po shkojmë tek prefektura në Forli për të pull apostile tek certifikata e lindjes të Ajanës në mënyrë që ta regjistrojmë në Shqipëri që të mund të vijmë, sepse në Korrik mendoj se në Korrik do të vijmë në Shqipëri. Dhe na duhet patjetër kjo certifikata, ne po shkojmë ta bëjmë tani. Se ka ndryshuar ligjet, me Selenën ishte shumë e thjeshtë, e regjistronin pa problem, kurse tani i ka ndryshuar ligjet, duhet certifikata, ta ketë me pull apostile, duhet të dërgojnë ne dokumentat tona, në mënyrë që të na regjistrojnë të afërmi në Shqipëri, sepse pa regjistruar nuk mund t'i bëjmë dot pasaportën. Dhe nëse nuk mund t'i bëjmë dot pasaportën, nuk mund të vijmë në Shqipëri. Ishim në Forli dhe sa po kemi ardhur në shtëpi dhe atje shkuam tek dyqani i turqve dhe tani do t'ju bëjmë një supermarket hall nga turqi. Kemi marrë suxhuk Kosove, që nisi po presta për tani. Unë nuk do t'a konsumoj se nga që po përdor produktet e Snapit, por do t'ja bëj bashkë shorti. Pastaj kemi këto qofte që Danieli ka shumë qef kur i bëjmë ti burger. Djath të bardhë. Mora ca qiqra, se i fuste salata. Një salcë. Duhet jetë xaxhik shkry apo jo? Një salcë e bardhë, nuk e di nëse është xaxhik apo jo, mbetet për ta provuar. Se mora më shumë për kebab. Mora unë ca sardele për t'i futur te salata. Dhe këtu kemi kamardine, patamar, fileto pule për mua. Što shikon ashtu? Kemi këto salcicet janë pikante, por janë super të mira. Dhe në fund
kemi marrë, qa është kjo e fundit Eli? Dhe në fund kemi marrë zemër viçi. Ky pra ishte supermarketi nga Turku. Nuk marrë gjëra të tjera, jo patetina, jo gjëra të tjera, se kishte plot gjëra si ato që tregtohen në Shqipëri, por që unë jam e dietë, jam duke bërë paketën detox nga Smith, edhe nuk mundi që t'i konsumoj. Dhe të gjitha këto vajtën 24,90 cent. paketën detox, paketën e dobësimit. Po bëj 3 javë që jam duke e përdorur dhe më pëlqen super rezultati i trupit tim. Është shpyr goxha barku, sepse nëse e bani mend e kam pasur si me qenë muajin e 9-7 edhe kam 3 javë që po e përdor dhe ja rezultati i trupit tim. Normalisht që kam akoma punë, akoma më duhet edhe pak më tepër kohë për të rënë akoma nga pesha, sepse kam qenë 72.3 kg ditën që kam nisur paketën e dobësimit
Dhe sot, pas 3 javësh, jam 68.7 kg. Kështu që ju mund të humbisni nga 5 deri në 10 kg në muaj. Dhe kjo është në varësi të organizmit tuaj, sepse gjithë njerëzit ndryshojnë, se po të ishin njësoj, do ishin të gjithë ose të dobët ose të shëndot. Pra, organizmi ndryshon nga njeriu në njeri. Dikush mund ta ketë më të lehtë procesin e tretjes të ushqimit, dikush mund ta ketë më të ngadalë, dikush mund ta ketë më të shpejt dhe ndryshon. Por, unë deri tani jam tepër e kënaqur, do vazhdoj ta përdor derisa të shkoj në peshën time ideale 55 ose 60 kg. Por deri tani jam tepër shumë e kënaqur. Tani më duhet të përgati Ajanën dhe të dalim, sepse duhet të shkojmë të dërgojmë disa letra në post për regjistrimin e Ajanës në Shqipëri, në mënyrë që t'i bëjmë pasaportën, sepse do të shkoj në Shqipëri nga Korriku. Edhe Ajana akoma nuk është regjistruar në Shqipëri, kështu që na duhet të bëjmë këto regjistrimet, më pas pasaportën edhe të shkojmë në Shqipëri. Që mërësi po pres. Planim është të rinë në Shqipëri 2 muaj, pra Korriku edhe Kushti, se kam ninin këtu. Planim është të rinë 2 muaj, pra Korrikun edhe Kushtin, por të shojmë, të shikojmë. Kështu, filëm fjallë tani, unë u bëra gati, kam vënë një lip gloss të Kikos, kam vënë thjesht rimelin, pra atë rimelin që ju kam treguar që është super, edhe tani të bëjmë gati Ajanën dhe po dalim. Shifemi më vonë. Herë jam duke vendosur parfumin, por doja të përfitoja me të rast, doja të përfitoja që tregoja dhe dhuratën time të Shën Valentini, duke qenë që nuk e kam treguar. Është ky parfumi nga Gucci, vjen me të provzën dhe pra vjen kështu, provza ishte këtu. Edhe ja, e tillë. Më pëlqente shumë, më pëlqen shumë kjo aroma. Edhe unë nuk jam shumë tek aromat e rënda, nuk jam as tek aromat e ëmbla, jam diku aty në mes. Edhe kjo do më thënë ka fiksat e aromën që mua më tërheq më shumë. Këtë nuk e kam përdorur akoma. Jam duke përdorur akoma provzën. Zdej, more. Okej. Më di. Doli. Është shumë cute, më pëlqen shumë. Okej. Mos e vini ato shkramvina që ka bërë Selena atje, po çfarë t'i bëjmë Selenës? Është në ato periudhën që sado që ja fshef ato ngjyrat, por qëllon që i bëjnë dhurata, pikërisht i bëjnë dhurata ngjyra, edhe ajo përfiton nga ato dhuratat, nga ai momenti dhe zgarabit muret. Nuk e di sepse ka të ullë që do të zgarabisi muret. Sa ngjyra kam hedhur, kur aron ajo, do me thënë që i aron, i marri hedh, sa ngjyra kam hedhur, nuk e keni ide. Tani do të vesh atletet edhe do të dalim, sepse vajti Tani do të vesh atletet edhe do të dalim, sepse vajti shumë vonë. Mendoj të vesh këtë, duke qenë se vetëm këtë kam kështu të gjatë, që mund të shkoj me të veshje, tip palto të gjatë, edhe do ta vesh, se fundja këtu në lagje të shkoj, se të shkoj shumë larg.
Edhe këtë e mbaj domethënë zakonisht në këto kur s'kam qa vesh. Kur s'më kombinohet ndonjë veshje, e mbaj këtë të jetë aty. Këtë dhe një tjetër të zezë. Kush më ka përpis? Jam përpis me cappuccino. Wendi. Okej. Ja, këtë do vesh unë, kështu do dal, nga poshtë do vesh atletet samba, edhe janë shumë mirë. Ikëm tani, ikëm, kam thënë një mirë, hika, edhe akoma s'kam iku. Ikëm sepse duhet shkojnë. Ikëm tani, marrë gjërat, vesh atletet, edhe të iki me të vëselinën tek karroca, edhe të iki. Dola tani sapo dola nga shtëpia, edhe fillimisht do të shkoj të bëj disa fotokopje të kartave të identitetit tonat, edhe të pasaportës, në mënyrë që unë të fus letra domethënë në zarf, edhe të shkoj te posta t'i postoj. Koha është fantastike, është diell, është duke ardhur pranvera, edhe unë realisht vdes për plazh. Do doja të ishte gjithë koha, do doja të ishte gjithë vitin vetëm periudhë plazhi. Dhe sidomos këtë vit që unë jam duke ndryshuar për masat e trupit tim dhe fal produkteve të detoksit të Snap, më tremi. Është një shëni këtu që vetëm le, po le aq fort dhe unë e di që ai është aty. Domethënë, e di këtë gjë që është aty, por prapë sa e kaloj trembe. Dhe siç po thoja, fal produkteve të Snap, unë kam arritur rezultate shumë të mira dhe besoj se këtë vit nuk do të vesh më trupore. Por do të vesh bikini dhe mezi po pres të vesh bikini, të zje bikini që kam dashur gjithmonë të vesh, sepse kam diku 6 vjet që vesh vetëm trupore. Dhe me thënë të drejtën më jam mërzitur. Po pësh mua be tani kot, sepse të shty dhe pak rrugën, jam me zemrën time të bukur, Ajanën. Ana, Biluisi, kërë ka mami cupin? Ore, atë, nuk do ta mbyll mami atë, sepse në mënyrë që të marrësh një qik diell. Se ke nevoj për diell ti bardhoshja mamit. Qa se Lodra? Lodra më ka bekuar zoti me këtë fëmi, sinqerisht. E se me plot goj që mua më ka bekuar zoti. Është aq e urtë, aq e mbar, nuk qanë fare. Sa që dhe gjumi e zatë të tapetive hen. Jeta, zemra, kemi Selenën e sa për 100. Okej, pa ngu tani më duke në vetja si budallaqe që po flasë tërkojnë. Edhe shifemi në klipet e tjera. Të futemi, këtu do të bëjmë fotokopjen. Te kjo ta bakeria, te kjo ta bakeria këtu.